ditën e sotme do të flasim për një lajm që na vjen nga një studim, nga një revistë mjaft prestigjioze, e cila thekson që shqiptarët në trojet e tyre janë vazhdimsi nga epoka e bronzit. Megjithatë, lajmi ka bërë xhiron në gjitha mediat, po ashtu në rrjetet sociale, por për ta sqaruar më mirë se çfarë do thotë konkretisht, për t'i dhënë një sqarim më të thjeshtë për të gjithë publikun, kam kënaqësinë që të zhvilloj një bisedë me eruditin Sazan Guri. Profesor, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje. Profesor, besoj ju e keni lexuar këtë lajm, ju keni folur edhe përpara këtij lajmi, përpara këtij votimi të revistës. Duket sikur Tash nuk e di. Tash nuk e di, po e di. Ne kemi zhvilluar disa biseda bashkë dhe prandaj gjë e parë që vajti në mendje është tani është momenti që të komunikoj me profesorin, sepse duket sikur ju konfirmoj juaj, jo duket, po ju konfirmoj revista, ju konfirmoj atë që ju keni thënë më përpara. Atëherë, lajmi ka dalë në 2023 në një revistë të brendshme të shkollës që dihet Universiteti i Harvardit, sipas një Lazaradis et al. Dhe një Ovaldo et al. Janë dy grupe, ndoshta edhe 3 grupe të ndryshme që kanë vërtetuar pas 10-12 vjetësh punë serioze dhe të rëndë, ose vështirë, hard work, si thua. Dhe dikush ka pasur janë marrë disa ADN, pra janë bërë krahasime. Do ta them. Dhe në 2012 kanë filluar 3 grupe të mëdha punësh. Njëra ishte grupi që bëri kërkimet në liçenin e Ohrit. Një grup, nuk e di, mase figurën nuk është se po merr. Po, ju shikoj mjaft mirë. Okej. Një grup i parë ishte grupi që vërtetoi që shqiptarët janë buqit ose fermerët më të vjetër, kanë prodhuar birën e parë 5000 vjet para Erson, kanë prodhuar verën e parë 5000 vjet para Erson, sepse kishin farrat ose koha, ngroja, stina në territorin e Shqipërisë, pranë ujrave, liqeneve, detrave, në territorin Shqipëri, Perëndim, Turqie, Greqia sot, ishte zona më e favorshme. Po ndoshta këtu kishte të bënte me një lloj mbijetese të njeriu të parë Homo sapiensin nga dalja prej shpellave në vitin 5-16.000. Dhe në vitin 10.000-9.000 mendohet fermeri i parë. 2500 vjet para fermerëve zvicerianë, që ishin menduar të 6.000 viteve. Krahas kësaj shpike, ose jo shpike, kësaj zbulimi në liçenin e Ohrit, në Lin që dihet, vjen zbulimi i dytë, që gjua shqipe është gjua më e vjetër në botë, 8500, gjua anatoliane, tokariane dhe albane e gjallë. Tashi, se çfarë duan në emrat tokariane, anatoliane me gjuhën shqipe, a dhe gjeri. Se gjua anatoliane ande nga doli dielli, është gjua hitite. Tokariane është vazhdimi i gjuhës hitite, dardane, tok, njerëzit e tokës. Të dyja këto nuk ekzistojnë. Dhe gjua e parë e gjallë, ose e treta për nga periudha e përbërjes e formimit, është gjua shqipe për si rrallë, po e para për gjuhët e gjallë. E tuta vjen armenistja, që mendohet që kanë qenë popull të bashkuar, ose atë që themi ne Kaukazet, Albanët e Kaukazet ka një shpjegim tjetër, me Albanët që jemi ne, ka një lidhje për mua, nga pikpamja gjeologjike, nga pikpamja shumë parametrave të tjera, ka një lidhje shumë të kahershme, të vjetër njëra me tjetrën, dhe nga futjet e dyndjeve pushtuese i kanë ndarë, po kanë qenë diku një. Se Armenia ka pjesë gegiane, e quajnë gegian, edhe ne kemi geg, e tjera. Pastaj vjen gjua, që thonë gjua e tretë, gjua greke, ose gjua helene, e cila është një gegnishte e pastër, që përkthehen pa fjalor. Këto janë dy shpiket e parë. Shpika e tretë është pyetja juaj, ose zbulimi i tretë, ose vendosja në pjedestal e këtij populli, që ka gjuhën më të vjetër, fermeri më i vjetër, dhe ka dhe të që po pyesin, ADN-n që është zbuluar, bile thuhet kjo që ADN-ja shqiptare fsheh një të vërtet tronditse. Kjo është bërë, edhe të treja këto dorë në 2023, pas 12 vjetë punë, 2012-2023, 2012 dhe 11-12 vjetë punë, me shumë disiplina.
Tashi, bim pyetja juaj, i pari që ka folur për antropologjinë shqiptare është Jakov Mile, një studius për shkollat e Torinos për veterinari, një trup imët që italianët, si që kanë zakon edhe sot, kur vinë ke muzeu atje në Berat, edhe qeshin e nënqeshin. Po sot ka kompjuterë, dhe unë kam rreth 3.000-4.000 artefakte të mbledhura me kujdes, që për shembull, nëse unë them që Roberto De Niro është gjak shqiptari, ai qesh, s'ka mundësi thotë ai italiani. Edhe unë e hap në sekond kompjuterin. Edhe ky kompjuter tregon artefaktin se si ai thotë unë jam i gjak shqiptari. Si punë e kësaj, unë kam 3.000-4.000 dokumentar, fakt, artefakte të vegjël. Do të them që ky Jakov Mile, ky student, për shkak se italianët e asaj kohe kishin një parë qesëndisje për Shqipërinë dhe shqiptarët, edhe ky nga një studius i madh për kafkën apo për gjakun apo për anatominë e kafshëve, u kthye në studius i madh i kafkës shqiptare. Dhe atë libër unë kam përvecuar që këtu 20 vjet shkuara. Dhe më ka pëlqyer. Plus pasaj vinin edhe shumë antropologë të tjerë, si Gustav Dubois, antropolog polak, që kur kanë ardhur në zonën e Drinit, në Gegni, rreth Drinit, më saktë, në Nika e Mërtur, për shembull ka pat raste kur ata janë shtangur për nga bukuria e kafkës shqiptare, që unë e përmend shpesh. Edhe e them, pak s'është tani ime, është tani atyre. Janë shtangur, janë shushatur, janë habitur, si ka mundësi të kenë gjuhë më të vjetër, të kenë kafkë më të bukur, të jenë kaq të squt pa shkollë, as unë shqiptare që i la turbo 500 vjet, me përgjigje të mprefta dhe të shpejta, me zgjidhje problemesh që një kanun, një gjukat franceze nuk e zgjidh dot, nëse ai e zgjidhte plaku i urtë i fshatit. Ta zëmë Myftari në Tropoj, ta zëmë Binjaku, Binak Alie. Pra, edhe mbasi studiteshin, dhe bën studime Harvardi në 1937, që nxjerr në ato kohë gjakun shqiptar, e nxjerr me harpogrupin, me formulë 55-60% më të lartin në Ballkan, e nxjerr vazhdimsi e formulave, e grupeve të gjakut të viteve 10.000, 12.000 edhe këtej. Të bronzit po edhe të neolitit, që i bonshim dhe i mesmit të viteve 10.000, 7.000. Nësa kjo tani, që po ju po pyesi, por kaloj për herë tretë në përgjigjen tuaj, kjo është studim më i generalizuar. Është me shumë disiplina njëhershme. Pra edhe thonë që gjua vërteton, thotë ai, që shqiptarët janë më të vjetër. Dritrat, farat në vërtetojnë që shqiptarët janë premërët e parë, por ADN-ja thonë ata është shumë e rëndësishme. Dhe pikërisht ata japin përqindje shqiptarët modern, thonë ata, 80 deri 90% genetikisht identik me ilirët e epokës së bronzit, i bie 2000-3000 vjet, dhe të hekurit që i bie nga Troja 1200 deri në vitin 0. Pra, janë të lidhur genetikisht 80 deri 90%. Vazhdojmë, nuk kanë thjesht një ngjashmëri kulturore, por një trashëgimi biologjike, se ngjashmëria kulturore, unë të përshëndes ty që nuk je si gazetarët e tjerë që si të ndërpresi, ka shumë njerëz që kur i ndërpritet e frymëzimi. Unë e kam të veti që ndërpritem sa duash, unë e ruaj fillin. Po, më mirë akoma, me të drejtën, që gazetari dëgjon edhe, sepse juve e bëni për të marrë informacion tjerë, nuk e bëni, apo jo. E bëjmë shumë të thjesht bisedën. Trashëgimia kulturore do të thotë që nëse marrun gruan e aktorit, marrë një grua miditore, mesjet, marrë një grua moderne, sot, miditore, pra. Marrë një grua nga Hunza, e njëjta veshje. Qoftë unë marrë Kretën, kulturën kretane, 2000 para erës sonë, Krye Trojës ishte 1200, përse marrim kulturën kretane, e njëjta veshje, të njëjtët cullufe, të njëjtët përdrerje flokëve që kemi neve sot në logun e bjeshve, të gocat, të misreve. E njëjta. Këtë quhet trashëgimi kulturore. Qarja me xhama. E aktori është qarë si Leka e qau Skënderbeu. Gjel Kasioti me xhama, që qajnë sot në Dukagjin. I malli Gjon Dogilja, që organizon në raste njerëzisht të mlejnë, me njerëz me figura qendrore, kur ndajnë nga jeta, i organizohet një xhamë e tillë, që ka bërë aktori. Po e kanë bërë jeni qerët shqiptarë kundrejt sultanit.
në vitin 1500-600, po e ka bërë lek duke gjini kundet Gjergj Kastrioti, po është bërë për lekën e madh. Pra, kjo është trashëgimi kulturore. Ta thonë, kjo vlen, thonë këta. Po më e rëndësishme është trashëgimia biologjike, thonë të tre grupet që të përmenda. Edhe 1800-ës, 2000 para erës sonë, edhe deri sot, pra të pak një pjetë, 2000 para, 2000 mbas, 4000 vjet, shqiptarët, thonë ata, jetojnë në të njëjtat lugina, në të njëjtat male, në të njëjtat qytete, dhe varet e tyre për tumula janë 1500 vare analiza që janë marrë varet në për tumula që janë gjithë nga Mati edhe deri në përfshi Dalmacin në atë kohë i bie Dubrovniku sot, edhe më lart akoma Kroaci, 1500 tumula nuk janë pak për të nxjerrë konkluzione të tilla. Dhe prandaj thonë ata vazhdimsi e pandërprej prej 3800 vitesh të paktën. Në 1800 para erës sonë, kultura e Kretës, Mikeniane, Trojane, vjen kjo që quhet kultura helene, po në fakt kulturë gege, kultura helene 150 vjet aty nga koha e Aleksandrit. Po jemi në vitet 600, 500, 400 që kultura ishte Atinesa dhe Sparta të mbushur me pellaz. Pastaj u shndruan nga pellaz u bë klubi. Greqia vjen pas. Helene. Vjen shumë pas më vjen. Vjen pas edhe u zhduk. Masi erdhi pas në kohën e Aristotelit edhe të Aleksandrit, që ne themi Sokrati biri i urtë i Athinës, nuk thot njeri Sokrati Helen, po më gjete mua di një libër. Unë kam lexuar mbi 2000 libra. Urdhoni ja, libra të rinj. Të më ardhur nga jashtë edhe i bëjnë në forma të tilla. Shqipëria e Jugut, e Piri i Veriut e tjera. Çështjet afere, libër tjetër. Kjo është më i bukur. Ta gjeta atë. Ky është libri si shqiptarët themeluan Trojën. The Little Book of Big Greek. Ky është libri se si kanë gënjur grekët. Një libër i vogël për gënjeshtat e mëdha greke. Ky libër. E kam lexuar me nënvizime e tjera. Nësa libri që tash si shqiptarët themeluan Trojën, është duke u bërë i tillë, që duhet e ketë bërë ai, është duke u bërë i tillë. Ky libri e kam në lidhje sipër. Tani vim ke ajo që neve kemi sot, juve jeni duke pyetur ose doni të merrni një përgjigje. Olalde, është një grup tjetër, Olalde et al. 2023, edhe ky. Veç kohës së avardit, Lazaris. Lazaris është e mban vetëm për grek, por në Amerikë, në avard, dhe thot, sigur unë të bëj analizat e mia me siguri të dash shqiptar, thot Lazaris. Sigur unë të bëj, si gjithë tjerë, si që kam bërë për të tjerë, ti bëj të mijat, kam frikë ai, po ti bëj dhe ai, me siguri dash shqiptar, thot Lazaris, grupi i parë në avard. Ky është grupi i dytë, është grupi tjetër i tretë. Edhe këta janë etal do thotë edhe 20 tjerë, edhe 30 të tjerë. Për shembull, kur doli për gjuhën shqipe më e vjetra, Paul Legarte të tjerë, po Paul Legarte të tjerë disa janë 33 veta. 32, 33 Paul Legarte. Ky zvicerjani që tha që gjuha shqipe gjuha më e vjetër në botë. 8500 që sot. Por Legarte e të tjerë, po e të tjerë jashtë 33, edhe jo 33 shkencëtar të tjerë, po 3 për antropologji, 2 për gjuhë, 2 për histori, 1 për gjeologji, 2 për kanun, 2 për drejt romake, 1 për gjaku, 1 për doktor, 1 mjek, 1 gjenetist. E kupton, këta janë 33. E njëjta gjë janë dhe këta. Dhe këta thotë që shqiptarët, thotë ky tani, Roma sundoi 600 vjet thotë. 600 vjet. Ndërtoi rrugë, qytete, porte, por nuk la gjurmë gjenetike. Pra Romaku, që ti mendon që na pushtoi Roma, me përjashtim të një administratet vogël, që i ktheu ka shqip i lirë, i ktheu në vlla, ka i la Roma. Që sot ata i quajnë veten çoban dhe vlla. Janë baza e parë e vllehëve, është si sot, që këta janë ata që punuan si oficera në portën e lartë osmane, që fisin turqisht e mirë, ishte bleni turqistë, ndërsa e njëjta gjë, që një pjesë e mirë e ilirëve në vitet 200, 300, 400, u kthyen në administrata romake që shërbenin, u kthyen atë që ne i quajmë vllau im, djalë Xhaxhai, vllai im, njëri punon në administrat, njëri vazhdon të fliste ilirisht, arbënisht, shqip.
tjetëri punon të administratë, ne quajtë vlla. Këta ishin baza e vlleve të sotëm, pasandaj ka ardhje Sarakaçan tuaj, që e quajnë edhe veten ata vlle dhe çoban në shekujt e mëvonshëm, por fillimisht jemi vëllezër me vlejët çoban, që sot ata nuk kalojmë nga tema në temë, por sot nga ata që shteti grek bën propozim kryeministrit ton që këta 200.000 vlle t'i quaj grek, që nuk ka asnjë lidhje me Greqinë. Qoftë ata kanë jetuar në malet e Pindusit, baza e tyre, në malet e Zagorisë, po çfarë janë këta Petrozhej, Zagorie? Po pjesë e madhe e Zagorisë janë vlle, janë çoban, janë ortodoks. Po çfarë do të thotë që janë grek ata? Po nusja ime është çoban, është vlle, ose është nga ortodokse, nga Kozovë, është greke. Këta duan t'i bëjmë me zorti. Po nuk lehat ne, aty që ju jeni shumë që me të drejtë jeni interesuar. Pra në të kuptim. Pra nuk pati përzierje në ADN. Nuk pa, ma e menë të fiksoj fort, prit, mund të bisedë e ngrohtë edhe ndoshta mund të kaloj edhe 10-15 minuta, nuk bëhet me një pyetje. Edhe po i them shpejt. Teori thot, u ndërtua thot, jo mbi legjenda kjo teori. U ndërtua me një grafik PCA, Principal Component Analysis. Edhe që thot analiza e shumë përbërësve kryesor. Pra nuk ndërtua me një legjend, me diçka të vetëm gjaku, vetëm ato grupi, vetëm formula, do të shkojmë shpejt. Dhe këta shqiptar grupohen sot si popi më i vjetër që nga epoka e bronzit. Po epoka e bronzit është 2-3.000 vjet përpara. Erës tonë i bie 5.000 vjet sot. Dhe kjo dhe nuk kanë konkluzion prap. Kanë zero deviancë. Shqiptarët nuk kanë devijim, se do të themi që kur europianët u pleksën me hun, slav, avar, vazhdo, europian, devijuan europianët. Prandaj dhe europianët e duan slavin, serbin, bulgarin. E duan sepse brenda tyre ka devianca të vëlla trashëgimie. Kanë kafë të ngushtë ata, dolicefal. Se këtë vërtetoi Jakov Milja. Braicefal, jemi ne 0,95 kur pjesohet kjo me këtë, ne jemi 0,95 koeficientit bilata nga Dardania Kosovës, dalin 1-1 ata. 1. Kjo me këtë 1. Po 0,95 është ajo 0,90 me ulta. Nësa ata të tjerë, ata janë 0,6, 0,65, dhe ata që kanë në Europë kafkën 0,6, 0,65, ata i duan ata, Franca, Serbin për shumë. Ata zvicerianë që kanë kafkën tonë për shumë, ose angles, frances, italian që kanë kafkën 0,9, ata janë diku sa do në anë, por në ruajnë. Si është ajo? Po kjo shpjegon e aleancat e sotme. Po mos u lot mos u lot, kjo shpjegon aleancat e sotme. Ai që bëri atë shkrimin ai zviceriani, pavarësisht se duke shkok madhe, ka qenë doli se ai orende Shqipërinë. Ose unë shoh në muzeun tim Berat, njerëz që duken pa me parë që e urrejnë kulturën shqiptare. E urrejnë. Duken ata që janë të interesuar. Ata dallohen, kanë fytyrë të bardhë si punë jote, pellaz, faqen e bardhë, kanë sy të katër, janë dinë si bjonda, janë tamam me një parametër gjenetik antropologjik alla shqiptar që dallohen. Dhe në të kuptimin që përfundim para prak, për momentin. Europianët nga bujqit neolitik të Europianët shkuan të zjerimet slave. Nga bujqit si ne, që s'janë Europianë, bazamentin ne me Europën e kemi të njëjtë, bujq neolitik do të thotë viteve 8.000, edhe këta Europianë, zvicerianë, gjithë janë viteve 8.000, 7.000, por aman ata u kthyen nga zjerimi slav, u devijuan ata, u kthyen atë që sa po biseduam. Ndërsa shqiptarët, jo vetëm që mbijetuan, po qëndruan pikërisht tek paraardhësit e tyre. Pra, linja mashkullore në Shqipëri është 100% ajo linjë e kohës bronzit 3-2000. Së do vim dhe ke gjaku që më pas. Në kuptim, në planin biologjik, kjo është një pandryshimi shqiptare që është 3.000 vjet, minimum, nga Troja dhe Tej. Se jo rastisht ti ke të njëjtën kulturë, të njëjtën çublet, të njëjtën lahut, të njëjtën qifteli, të njëjtën veshje zadrimore, të njëjtën veshje asiane njësoj si popujt e atërshëm. Pse janë të ndryshme
kulturat në Shqipëri, Hasi, Kuksi, Tropoja, Drini, Puka, Berati, Lushja, pse janë ndryshme? Se janë, e do këtë për ky konkluzion. Po unë kam bas 50 vjetëve studim, edhe në bas 25 vjetëve 2000 sot, tamam 25 vjetë, që janë studime të mirë fillta në histori, gjuhësi, etnokulturë. E di pse e di? Sepse secili qytet në Shqipëri, secili rajon, secili fshat në Shqipëri është përfaqësues i atij populli të dikur shumë europian që mbasi u dëbuan atje ku ishin dhe erën u fshehen në pjeshkët jo të namra, po të bekuara. Dhe slavi, për të thënë pjeshkëve të bekuara, siç quheshin, i tha të namun aty, sepse gjithë Drini, Puk, Tropoj, Marsi e Madhe, Shkodër, Marsi Shkodër, Dukagin, Kugës, gjithë rafshi Dukaginin, është kombine e lartë, po pse vetëm kaq, gjithë lugina e Vlorës, lugin me shenjtëri e madhe, gjithë Skapar Tomori, me shenjtëri, aq sa u shpall edhe viti vendi me energji pozitive, ndër 10 vendet me energji pozitive më të madhe në botë, Tomor Berati. Pra, këto vende që kanë shërbyer jo si fshehje, po si vende ku njerëzit ruanin paraardhësit e tyre në veshjen, kulturë, në gjuhë, në fara, në prodhim bire, vere, vazhdo. Jo rastisht Shqipëria të gjitha gjërat i ka për UNESCO. Jo rastisht. Do laut, do fjullin qule dyare, do gajden laut, do klarinetën sazen, do këngët e pike, do këngët të mujit dhe Alilit, që është njësoj si mujit dhe Lili i Sumerëve 3200 para son. Pra, të gjitha këto meritojnë çmim mbrojtje apo merit UNESCO. Me këtë studim fundit e meritojmë si popull të futemi në UNESCO. Po këta kemi thënë një javë përpara në konferencën tonë, që ne do të shkojmë si popull në UNESCO, me 1, 2, 3, 22 vlera të patjetërsueshme, të paktën nga bronzi edhe këte që vërteton ADN-ja. Atëherë unë kam ADN e viteve të bronzit, 3000, 2000, 1000 të parerësor, edhe jashtë Xhenxhiu, unë ata kam goxha mike shok kështu, nuk është se e keni fjalën për atë deklaratën që bëri edhe për Skënderbeun? Po ka bërë shumë. Ai ka bërë shumë, por në këto kushte, unë dua ta kem mirë përballë, sepse ti thoj shqiptarëve që ka ardhur 1400, kjo është trupi i madh, është mënyrë, ndërkohë që unë po e pyes ata thjesht. Atëherë, si vazhduan këto etnokulturë, këto veshje, këto fjalë, këto fraza, kjo kaf, ky gjak. Si ikën këta u zhdukur edhe janë nga 1400 edhe nga turqit. Si vazhduan? Kjo lloj fytyre bardhë, katër, bjond, shumica, 80%. Ky gjak, i njëjti gjak. Si vazhduan këta? Kështu që në kuptim që shqiptarët përfaqësojnë mbjetesa e linjës mashkullore në Shqipëri, mbjetesa e linjës mashkullore, qofse ka 20% linjë femnore nga jashtë, diku të dyndjet slave, havare, nësa mashkulli është 100% linjë mashkullore pa prekur shqiptare. Kështu që atëherë vazhdojmë. Edhe diçka për gjakun që doni të theksonit pak më lart. Po. Gjaku ka këtë, gjaku e V13, që është gjak shqiptar. Dhe gjaku e V13 është gjaku më i vjetër, i viteve 12.000, 15.000, para Atlantidës. Edhe pikërisht e gjak e ruajnë shqiptarët, edhe quhet e V13 gjak shqiptar. Në gjitha studimet e botës quhet tipikisht e V13 gjak shqiptar. Dhe plus pasaj vinë hartogrupet. Hartogrupet janë formulat e gjakut, ja për shembull, do të thosha unë ty formulat e gjakut. Veç e V13 kemi formulat e gjakut që kanë të bëjnë me, për shembull, që tregojnë 100% vazhdimsi i lirë. Një arsye, pse u mbroj ky shqiptar, ky gjak, kjo kulturë, kjo etnokulturë, për shkak se ata jetuan në male, për misionin që morën nga Zoti, dhe për shkak se kishin kanunin. Kanuni i bëri që shqiptarët ishin lidhur, se kështu ka thënë i pari, kështu ka thënë Leka, në kanun, kështu ka thënë kanuni. Kanuni është ajo që ruan, e ka rujt, raja është në kanun. Ne na thonë që kanuni e prurit tukun 1400.
ku kanuni është ke Troja. Kanuni është ke Troja. E ke fjalën kanun në Trojë, e ke Hektori, ke Homeri në Trojë. Kanun. Kanuni është në të Sumerët, në 3200. Kanuni dhe Hammurabi, ligjvënësi egjiptian 1700 para erës tonë, dhe kanuni njësoj. Troja, Homeri, kanuni Trojës, njësoj si kanuni jonë. E drejta romake, njësoj si ne, e drejta romake, ku mësova për jurisprudencë, vitën e parë kisha drejtë romake, unë e kapra shumë shpejt se dia kanunin. Gjitha fjalët në drejtë romake, gjitha ligjet, rregullat, artikujt, nyjet si në kanun, do pronë, do familje, do kodin e nderit, do kodin e gruas, gjitha ishin kanun të drejta romake. Pastaj mori